Një person që quhej Tufejl vinte nga krahina e tij, vinte tek profeti alayhis salatu wasallam, erdhi në Mekë në fillimet e shpalljes hyjnore, kur profeti ishte alayhis salatu wasallam ishte në Mekë. Ishte një poet i njohur, njeri i shquar, dhe kur e pan paria e Mekës që erdhi në Mekë, nga frika se mos ndikohet nga Muhamedi alayhis salatu wasallam, nga i dërguar i Zotit, e morën në vete dhe fillun duke i fol 10 veta, 300 veta duke i fol. Shiko se ka dalë një mashtrus, shiko se është njoni që ndan nonën nga baba, prindin nga fëmia, është njoni që ka bën nomin, shiko se është njoni që ai është magjistar, ai me të fut në dorë, ai ta mush venjen, është njoni që na ka prish fenë të parëve, o ka bë shumë përçarje, o ka bë ças na ka prish tradita, gjona, gjitha komplet. E thot, aq shumë më folën, thot, sa që thot u trema thot, edhe vuna 2 tapa të veshët e mi, thot, që kur kalosha në qabe aty, në qofë se më rastiste në herë me e pa Muhamedit, mos ta një gjosha fare, mos ndikohesha për ti fare. Shkoj në qabe, thot, me kryja ato adhurimet, se qabe atëre ishte me idhuj. Profeti alayhis salatu wasalam ishte duke u fal, duke adhuru Allahun xheleshanu aty, në qabe, në xhami. Dhe thot, isha afër, thash ta një gjë herë. Kur fillova duke dëgju vetëm lutje të bukura, thash me veten time, po unë jam poet, unë e njoh të mirën nga e keqja. Unë thot kam një gjuhë, e kam mësu aq shumë, thot, sa që pse duhet një gjë tjetër, ta një gjë një herë. Dhe pastaj ju afrova dhe i thash, o Muhammed, a do të më tregosh diçka? Dhe filloi profeti alayhis salatu wasallam duke i lexuar diçka nga Kur'ani. Po Kur'ani, Allahu xhaleshanu e zbriti me sfidu vjershën, edhe me sfidu të zotët e vjershës në atë kohë. E kur e dëgjova, thot, s'kisha një gjuhë ndonjëherë gjë më të bukur. Më hyni në zemër dhe në shpirt. Derisa më tregoi profeti alayhis salatu wasallam, thot, për Islamin, thot, ashtu siç është feja e bukur, siç e ka nevojë shpirti, pra ushqimi i shpirtit. Qofse ne ushqemi çdo ditë 3 vakte në ditë ose 2 vakte në ditë, se duhet me majt trupin gjallë, dhe shpirti ka nevojë për ushqimin e vet. Shpirti ka për ushqim shpalljen e Allahut xhaleshanu. E siç më erdhi, thot, nga një shpirt i etur, që kishte kohë që nuk ushqej me ushqimin që i duaj, me ushqim bio ashtu siç duhet. Thot, ma pranoj shpirti dhe zemra, dhe i thashoj dërguari Allahut, të lutem, thot, lutju Allahut xhaleshanu të mjapi mu një argument, se do shkoj, thot, atje ke qyteti im, ke krajina ime, thot, edhe do t'i flas gjithve për Islamin, inshallah, thot, që ta pranojnë Islamin të gjithë. E profeti alayhis salatu wasallam ngren durët dhe thot, o Allah, jepi Tufejlit një argument të qartë ndaj popullit ti që t'i flasi për madhështinë tate, o Allah. Rrugës, thot, kur kam shku, thot, mboni Allahu xhaleshanu nisi dritë, thot, tek domethënë e kisha unë, thot, nisi dritë në pajisje Allahu xhaleshanu, nisi dritë të dukshme, thot, ishte shumë e çuditshme, thot, dhe shkoj tek popullim. I pari që takova ishte baba, i thash, bab, të lutem, hajde ulemi se kemi diçka shumë serioze për të folë. Dhe i flet babës, elhamdulillah, ja mbushi mendjen dhe u bë musliman. I thot, nusës vet, e boni edhe nusën e vet, e ndikoj, domethënë, edhe ju mbush mendja, e pranoi Islamin, pranoi Allahun, profetin. Pastaj kur doli duke i fol popullit, i foli me gjuhën e tij, megjithse ishte shumë i mpret nga gjuha, megjithse ishte shumë i aftë, ishte njeri pra shumë orator, ata u vonuan, nuk po i kthenin përgjigje, nuk po i përgjigjeshin dhe mërzitet shumë. Ja, këtu është tani ajo që desha unë dal te historia. Dhe vjen tek profeti alayhis salatu wasallam dhe i thot, o i dërguar i Allahut, elhamdulillah, thot, familja ime, thot, e pranon Allahun, falënderimi i takon Allahut. Po populli im, thot, nuk po e pranojnë në dërguar i Allahut. Kështu që thot, lutë Allahun xhaleshanu ti dënoj ata. Subhanallah. Sa Allahu, thot, i tregoi edhe i shenjë prej meje, thot, që se kishin pa ndonjëherë, po edhe i fola shumë, thot, me argumentet që më tregove ti, o profeti Allahut, dhe ato nuk më pranuan. Dhe madje dikush prej tyre dhe mund ta ketë zgjati çik gjuhën më tepër, dhe mund të jetë tallë. E profeti alayhis salatu wasallam ngren durët dhe thot, o Allah, o Zot, udhëzoje popullin e Tufejlit. Ndërkohë që Tufejli priste që thotë, o Allah, shkatroje, i dërguari i Allahut thotë, o Allah, udhëzoje popullin e Tufejlit. Subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E ne nuk kemi dërguar ty, o Muhammed, jo më kote, tha Allahu xhaleshanu, vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin. Elhamdulillahi rabbil alamin.